Lezhë ishte në hartës së saj kulturore një destinacion të ri të artit pamor me hapjen e galerisë së piktorit të njohur Pashpërvathi. Në këtë galeri janë ekspozuar të dy nga punimet me përfaqësues të artistit të realizuar gjatë një veprimtarie krijuese mbi 40 vjeçare. Për piktorin Përvathi, hapja një galerie në qytetin e tij të lindjes ka qenë një ëndër e kahershme. Kam realizuar një ëndër të kahershme. Një ëndër që më duket gjithmonë sikur po jetoja për këtë ditë. Desha ta kishte Lezhë, sepse kuptim krijimtaria më jemi merr në këtë qytet. Galeria përfshin një periudhë 40 vjeçare krijimtarie, është filluar në 1984 deri më sot. Përveç se pjesa hyrjes e krijimtarisë që është Lezhë, pjesa tjetër është në qytete të ndryshme të Shqipërisë, jam kujdesur që në këtë galeri të ketë thujse një gjeografi gjithë shqiptare. Dominon gjeninia e peizazhit, por ka dhe portrete dhe natyra të qeta. Kjo është një galeri që do të mbetet kështu për gjithnjë. Do të jetë kohë gjatë, është një aset i besoj turistik për qytetin, për mua është një galeri përfaqësimi, pra kështu do të mbetet për herë. Të pranishmit në këtë aktivitet, me syre kryebashkiaku Pierin Dreu dhe artist e kritik arti vlerësuan kontributin e Pashpërvathit në artin figurativ shqiptar brenda dhe erë vendit. E vendos Lezhën, fal gjithmonë krijimtarisë tënde, në një tjetër nivel, në një tjetër stad, dhe pse jo, e bën qytetin tuaj një qytet më pranë metropolit që është Tirana. Dhe një farë kuptimi, përpos të gjithë atyre thesareve që ndodhen në territorin e Lezhës, një tjetër thesar i shtuar sot, me hapjen e këtij muzeu do të thoja, dhe jo një galeri, pra një diçka që do të mbetet përjetësisht për qytetin e Lezhës dhe për të gjithë ne, është shtuar një tjetër vlerë. Unë mendoj se Pashku është një aset bashkë me piktorë të tjerë, Nikolini dhe shumë të tjerë që bëjnë art në Lezhë, janë një aset i çmuar, i padiskutueshëm për këtë qytet. Forjetën e këtij qyteti dhe japin gjithmonë energji pozitive për cilën më shumë ne kemi nevojë. Unë do të evidentoja tek piktura Pashpërvathit dy elementë të rëndësishëm, poezinë dhe muzikën. Në pikturën e Pashpërvathit, përmes ngjyrave na përthyet edhe poezia, ndërsa në peizazhet e tij mjaft të bukura, kudo nëpër Shqipëri, na vjen edhe si muzikë piktura e Pashkut, na vjen si Mozart. Sot kemi një traditë re, një hapësirë memorie, kreativiteti dhe trashëgimie kulturore. Veprat e përzgjedhura të ekspozuara përbëjnë një rrugtim, një dëshmi sakrifice për kushtimi, por dhe dashurie për artin, familjen, për atë vehun. Veprat e ekspozuara në galeri i përkasin periudhës nga viti 84 dhe në vijim dhe dominon nga gjenia e peizazhit me motive nga gjitha trevat e Shqipërisë, duke shndërruar këtë galeri në një pasuri të çmuar kulturore për qytetin e Lezhës.